ushqim mimoza është në qendër të vëmendjes. E gjithë shtëpia është kundër saj, do me thënë ne kanë bojkotuar. Gjatë natës sonte që po bisedonte me Ilirin se pa marrë parasysh se çfarë energjie dhuron Iliri në shtëpi, edhe pse është duke luajtur me një kartë që mundohet ta godet mimozën, që mundohet ta ul vlerën e mimozës, që mundohet mimoza të mos jetë kryesorja në skenë, do me thënë është duke përdorur ca klane të shëmtuara për ta denigruar mimozën, për ta mërzitur mimozën. Mimoza përsëri gjatë kohës kur po bisedonte tek zjarri, sepse sot ka qenë gjithë ditën e vetme, do me thënë asnjë nga banorët nuk ka qëndruar me të, asnjë nga banorët nuk e ka ndarë një muhabet me të, ka qenë shumë e mërzitur, sepse mimoza që mbrëm me daljen e Adionit e pa që banorët ju kthyen krejt kundër saj, mimoza nuk ka qeshur tër ditën dhe tek zjarri kur po qëndronte me Ilirin, do me thënë uroj mos e keq përdorën Iliri këtë afrimitetin, sepse unë pa shumë njerëzilik nga ana e mimozës, do me thënë ajo nuk u tregua lojtare, ajo nuk luajti lojë, ajo thjesht tregoi njerëzilik, ajo i tha Ilirit që kam qenë tër ditën e mërzitur, kam qenë tër ditën e stresuar dhe ja tani brenda orëve